Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni. Shenja e akrepit është shumë e favorizuar në këto momente. Kemi shumë vendosje tek shenjën e ujit, sidomos tek ajo e peshqve, dhe kjo bën shenjën e akrepit që të jetë shumë aktive, ka një imagjinat vërtet shumë të lartë dhe mbi të gjitha çdo gjë që e imagjinon ka dhe aftësinë për ta kthyer në diçka në prakticitet pra. Kemi fillimin e një jete të re shumë pozitive, ndërkohë që tek të gjitha shenjat e tjera jemi në periudhë ku është detyruar që të përzjedhë dhe të mbajë jetën e saj gjëra që nuk e lodhin. Shenja e akrepit tashmë nuk ka gjë në jetën e saj, si ka ngelur për fat të keq që e lodhin, ose për fat të mirë në këtë rast. Prandaj edhe kemi aftësinë që të ndërtojmë gjithçka nga e para ashtu siç duhet. Duke qenë se kemi kreativitet vërtet shumë të lartë në këto momente, kemi edhe krijimin disa marrëdhënie vërtet shumë të fuqishme, shumë herë më të shëndetshme. Kjo do thotë që kemi hyrje në jetën tuaj edhe të disa personave që janë shumë herë më pozitiv, më të përshtatshëm për ju. Prakticiteti që keni në jetë, imagjinata që keni normale që ju ndihmon që të krijoni shumë më thjesht këto lloj relatash, arrin që të shikoni dhe lidhjen që kanë situatat ose gjërat me njëra tjetrën, pra shikoni ato patterns që ekzistojnë dhe kjo normalisht ju ndihmon edhe që të jeni shumë më praktik në jetën tuaj, të gjeni disa zgjidhje shumë më të thjeshta, po ashtu edhe mënyra se si e trajtoni veten tuaj, trupin tuaj është shumë më tepër në përshtatje me atë çfarë jeni, pra pak a shumë bota e brendshme ose shpirti është shumë më i përshtatshëm atë çfarë shprehni jashtë. Është në përputhje, pra dhe normalisht nuk kërson bisni kohë edhe për të treguar veten tuaj, për të shprehur idetë tuaja, sepse ato duket direkt. Po e themi në këtë mënyrë, prandaj edhe kemi dhe aftësi që bashkëpunimet po të jenë shumë më tepër efikase, po ashtu ndihma që merrni nga kolegët tuaj është shumë më tepër efikase, dhe mbi të gjitha jeni shumë më të kujdesshëm edhe në mënyrën se si veproni. Për këtë arsye mund të kemi edhe një rritje shumë më të madhe në shëndet në këtë periudhë, sepse jeni shumë më të kujdesshëm për të. Kjo nuk do të thotë që gjithçka është, domethënë, na vjen nga qielli, normalisht edhe ne duhet të bëjmë punën tonë, pra duhet vazhdojmë që të jemi të kujdesshëm edhe në lidhje me fizikun, po ashtu edhe në lidhje me çdo aktivitet që bëjmë, por e kemi shumë më të thjeshtë, pra që t'i kthejmë në prakticitet gjithçka që dëshirojmë dhe imagjinojmë, dhe si rritoj kemi edhe aftësi vërtet shumë të mëdha për të kryer begati në këto momente të shenja e akrepit. Kjo begati sa vjen edhe rritet, sidomos për sa i përket banesës shtëpisë. Kjo është diçka që do të fillojmë që ta bëjmë më shumë më tepër gjatë muajit maj, po edhe në këto momente do fillojmë që ta ndjejmë gradualisht. Një ndikim i cili është shumë i fuqishëm për shenjën e akrepit në këto momente është fillimi i periudhës ku mund të krijojnë familje shumë më të shëndetshme dhe që të jenë pak a shumë reflektimi drejt për drejt e asaj çfarë ju nevojitet. Në mënyrë që këto familje të ndërtohen ashtu siç duhet, normal që edhe ne duhet ta ndihmojmë. Faleminderit. Pafshim.